nganjëherë mbi popullin si masë bien mallkime, etiketime, xanxat shumëta mbi si fajtor bazë për gjendjen. Pra, ky popull është kështu deri tek absolutizimi i cilësimit i popullit si popull i prishur. Edhe nga pikpamja etike, edhe nga pikpamja logjike. Nuk qëndron, është gabimisht generalizimi i gjërave. Andaj na edhe kur flasim për politikën, edhe për median, edhe për akademizmin, aktivitetin, për çdo herë do të jemi të vëmendshëm që themi disa prej tyre. Nuk mund të gjeneralizojmë gjërat, sepse çdo herë në gjitha këto struktura ka njerëz të ndershëm dhe njerëz të mirë, sepse do të ishte e padrejtë edhe gabim të gjeneralizohen gjykimet tona. Edhe aq më tepër do të ishte gabim i madh po të gjeneralizonte gjykimi jo negativ për gjithë një popull. Nuk mund të jetë e vërtet as saktë. Andaj profeti jon i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam insistonte që njerëzit të kenë qëndrime pozitive edhe optimiste karshi fenomeneve dhe karshi popujve në përgjithësi. Andaj e ndalon kategorikisht, do thot, sharjen dhe mallkimin dhe generalizimin e të keqet të një popull. Dhe thot i dashur jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Men qala halaka an-nas fa huwa ahlakahum." Kush thot se janë shkatruar njerëzit, janë prishur njerëzit, ai është më i shkatruar i tyre. Ose ai me këtë fjalë domon i dëmton ata kuptimin se i injoron edhe i etiketon me gjëra që nuk e meriton ata. Se populli është një tërësi e madhe e njerëzish ku ka të mirë edhe ku ka të këqij. Normalisht ajo që mbetet cilësi ose veti generalizuese është dominante e cilës anë është aty. Edhe kjo është roli i pjesës aktive të muslimanit në shoqëri. Ne vazhdimisht e shohim se muslimani që nga momenti kur e kupton qëllimin e krimit të tij nuk mund të jetë pasim shoqëri. Ai duhet të jetë aktiv në përmirësimin e gjendjes së vet, familjes së tij, rrethit të ngushtë e kështu dal nga duke zgjuar rrethin. Derisa kjo të mos kritike, e cila do ta luajë rolin e korrigjimit dhe mbrojtjen avangardë e popullit. Do ta mbron popullin edhe nga futja e dukurive destruktive, degeneruese brenda